Dita e fundit e vitit 2025, që për shumicën simbolizon mbylljen e një cikli dhe shpresën për një fillim më të mirë, për dhjetra të sëmur, invalid dhe persona me aftësi të kufizuar në fier, është kthyer në një ditë ankthi dhe pritjeje pafund. Shpërblimi i fundvitit, një ndihmë modeste por jetike për këtë kategori, ende nuk ka mbërritur në duart e përfituesve, që në orët e para të mëngjesit, rreth orës 3, dhjetra qytetarë janë dyndur pranë sporteleve të postës shqiptare, duke zënë radhë në kushte të vështira, mes të ftohtit dhe lodhjes. Shumë prej tyre janë persona me probleme shëndetësore, disa të moshuar, të tjerë me aftësi të kufizuara, të cilët shpresonin që në ditët e fundit të vitit të merrnin fondin që u takon me ligj. Megjithatë, pavarësisht pritjes disa orëshe, parat nuk kanë ardhur. Punojësit e postës shqiptare shprehen se nuk kanë asnjë informacion zyrtar mbi fondet dhe se nuk i është komunikuar asnjë orar apo afat i saktë për shpërndarjen e tyre. Sipas tyre, sportelet janë hapur, por fondet mungojnë, duke i lënë dhe vetë ata në një situatë të paqartë përballë qytetarëve që kërkojnë përgjigje. Në pritje të një zgjidhjeje, qytetarët shprehen të zhgënjur dhe të indinjuar, duke theksuar se nuk është hera e parë që ndihmat sociale vonohen, por këtë herë vonesa vjen në një moment veçanërisht të ndjeshëm. Për shumë prej tyre, këto para janë të vetmet që do të mundësonin të përballonin shpenzimet minimale të festave, ilaçet apo nevojat bazë të përditshme. Ndodhen këtu te postat e QTU-ja, ku një grup njerëzish, kryesisht për të tërhequr një shpërblim për vitin e ri, persona me probleme të invaliditetit, kempit, probleme shëndetësore, kanë qenë në 3 të mëngjesit, na kanë marrë në telefon dhe posta ende nuk është hapur. Është dita e 3 që presin dhe po flasim me disa prej tyre. Zonjë, çfarë ka ndodhur? Atëre, ne kemi që nga data 25 që po vim këtu. Kam 2 fëmijë të sëmur. Djalin skuteratisti që më ardhi në orën 3. Vajzën e kam pyetur, ma ka pru në psikiatri e Vlorës. Vetë jam e sëmur, borxhe dynja. Unë nuk e kuptoj, kur e bëjnë ta vitin e ri, e bëjnë në 10 janar, apo e bëjnë në 31. Tani unë se di. Në çfarë bukë me se qenë, sa do hajtë mjeri. A i pini qere me ilaçe, vajza po asu, qa do bëjnë? Nga të vete unë, më koni unë. Nga të vete. Nga të vete, nuk e kuptojnë. Vetet e basket, nuk e di kur viso dhe i kë largohet ajo. Se mos të rria tyra me popullin, se mos të sjarën popullin. Po këtu çfarë ju thonë? Këtu asnjë gjë nuk e di, sa do vi ajo tjetra. Ishte zotëria, i ku do vi tjetra, tani punojësja tjetër. Tani ne ç'a do bëjmë këtu? Ne po si morëm sa ç'a do bëjmë? Po, ja ç'a mendimi ka të shumë. Dini kam që mua babin më pije shumë. Babin e kam, dhe me thënë, mami më shkjo dhe babin e kam në Vlorë. Më qonë mua i lutua, i me pensionin të mami e ka bërë të parizuar, këton. Merin të radiofiri se që që është atje, të radiofiri, ka punar më të rajim atje. Po. Më së në lasin, ja ka... Po. Zonjë, keni diçka për të thënë? Po, edhe kemi një javë me patrollat, me ardhë në orën 3, kam 2 fëmijë të sëmur, edhe... Vinë nga Daulla. Po vinë nga Daulla, si u torturuam, nuk kemi... Qa ore keni ardhur këtu? Në orën 3. 3 të mëngjesit. Po pse vini kaq herë? Në orën 3, se duhet të së vrasër e djali, qa do bëjmë në halli? Duam blek të skemi, jemi për deri këtu jemi. Sa lek prisi të merrni nga bashkjeta? 90.000 lekë. 90.000 lekë. Po. Ato 90.000 lekë të shirë. Që në orën 3, jam e detyruar tamë. Nuk mund dalë bashkë me vajzën të sëmur. Ne do kërkojmë mos sot apo. Nuk dim çfarë të bëjmë. Deri trasta. Dim çfarë do bëjmë. Nuk e dim. Kujt do të drejtojmë në vetë? Se ne këta nuk kanë faj, ta janë punojnë. Po këta po i erdhi, këta da shpërndajnë me këtas. Ta, këtyre po i erdhi da shpërndajnë. Po, ando na ja. Dimu së të kemë. Që do bëjmë? Ka ka vajtur si nga neshtë, nuk e dim që do bëjmë. Qa thot zotria? Deri tani nuk kemi asnjë S'ka frozë. nuk kemi asnjë informacion. Po. Deri tani nuk kanë ardhur. Po. Janë në pritje. Po, edhe këta zotrin tjera të pra tem? Pyeti një. Që do bëjmë nuk e dim, ja e rrënë tjerë, që do bëjmë? Që në datën 25 dhe që? Që do bëjmë? Keni marrë informacion? Informacioni.
Hajde rikëtim të re. Posta s'ka faj, po. Ku kanë njerëz të pjesë? Pjesë ambes bashkë. Po jo të bëj të rrobën. Jo posta të Po. Jo posta. Posta, po i dhanë mos jo, nuk i dhanë i janë djeta. Po. Ka që është e gjithë, ka një neve zdimra zvetë se të këtoj. Do vemi do vemi. Një kopite fundit me këka koman më turë. Një gazetari Ndriçim Gjoshi në Lushnjë mori informacion në bashki që ata i kishin kaluar, por thesari akoma si ka kaluar. Atëherë ne po të bëjmë një gjë, do të marrim informacion në bashki nëse kanë kaluar, cila është procedura, nëse ne kanë marrë vazhdojmë të bëjmë kasa, po bashkia si ka treguar ashtu na afrohemi mas së marrë me informacion. Paka shumë e thanë ata që dështosh. Po s'kame dhe me gjallë. Kjo është situata këtu në postën e qeveria, në lagjen e Rrë. Shikojmë dhe marrim një informacion të bashkia dhe kemi pastaj përsëri për të sqaruar me qytetarët. Nga ana tjetër, burime nga financa e Bashkisë Fier bëjnë me dije se fondet për shpërblimin e fundvitit janë kaluar mbrëmjen e dieshme në thesar. Sipas këtyre burimeve, Bashkia Fier ka kryer procedurat për dy njësitë administrative të fundit, Qendër dhe Topoj, duke transferuar fondet dhe duke ja kaluar përgjegjësinë për shpërndarjen postës shqiptare dhe thesarit. Megjithatë, ky sqarim institucional nuk ka sjellë zgjidhje konkrete për qytetarët, të cilët vazhdojnë të presin pa një afat të qartë. Në ditën e fundit të vitit, pritja për një ndim të vonuar kthehet në një tjetër barr për shtresat më të pambrojtura, duke nxjerrë në pa problematikat e përsëritura të koordinimit mes institucioneve dhe mungesën e ndjeshmërisë ndaj atyre që kanë më shumë nevojë.